Një mysafir i paftuar u azuri derën. Ky restorant në Klinë u mbyll përkohësisht këtë të martë, me që uji i grumbulluar nga rreshtet të mëdha të shiut, përfshiu oborrin dhe depërtoi edhe në katin e parë të tij, duke shkaktuar dëme mijëra euroshe. Për momentin gjendja është katastrofë. Komplet katin e parë, çka kena mujt kena largu pak, po jo, arritë shumë sa s'kena mujt as mi largu as mjetë as senës. 48.000-50.000 herë dëmë janë mëna, veç më dhe ma shumë dalshin. Vërshimet prekën edhe biznese, shtëpi të tjera në Klinë, veç se komuna nuk ka fuqi financiare t'i mbuloj dëmet vet, pa ndihmën e qeverisë. Të gjitha restorantet atje kompleksi i Guri Zi që thëmë të gjitha janë në ujë, dhe qeveria ka fondin emergjent me cilin ju del ndihmë, sepse komuna kryesisht ka një mundësi deri në 500 euro me ndihmu një biznes ose një qytetar. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se janë në gjendje gatishmërie për të menaxhuar vërshimet nga rreshtet e shiut. Përveç Klinës, gjendje e rënduar paraqitet edhe në Gjakov, Rahovec, Drenas, Malishev e Suharik. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ndërkaq ka paralajmëruar se rreshtet e shiut do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, duke rritur rrezikun për përmbytje të reja dhe duke shtyrë institucionet të apelojnë për kujdes të shtuar. Shënjestër.net